Adem për mi ronë sy. Një fotografi, dua ta komentojmë këto. Kur po ma bën okej qëto pak si me ma nalë. Po më duhet me ta ndalë për shkak të kohës. Se jo për diçka. Po kjo është fotografi në Washington DC, edhe atje më ka raji se me marrë megafonin dorë, sonë që shto njejtë, jam ku do që shkoj, kom diçka me thonë, edhe ka qenë një protest. Ka qenë, drejt me të thonë, shumë e veçantë, se kështu midis Prishtinës jo mësu, më ka ndodhë edhe në Mitrovic me bu protest, më ka ndodhë Ferizaj, Malishev, po këtu, normalisht thirrjet ishin në gjuhën angleze, jo që e kom sfit, po ka qenë kështu pak krejt ata njerëz, veç prej atyhet që s'jon konë, do me thonë ka pas prej krejt botës, edhe ka qenë një farë veç tjerash konfirmimi që unë jam vetvetja edhe për te i kufive, edhe për te i oqeanit, edhe është diçka që po më shkoj ka me bo, ashtu mi u pri njerëzve që së më njofshin. Edhe që protestohet edhe atje. Më thënë, mos të keq kuptojmë se atje është gjithë shka. Jo, asë një herë. Një fotografi tjetër, prap një aktivitet tjetër. Kjo është aktivitet ose një fjallim që e ko majtë në TEDx të Sienas në Itali. Për këto kom dosh me folë për vetë më në arsye. Thelbi, i kësi fjallimi? Thelbi ka qenë me folë për la kura, po e seret ashtoja për këthuj vetës në kry, që këj kujdesi. Po më do këtë e njësa pak edhe në fillim, kujdesi që na si grade vajza e japim ka njëherë pas një qmim. Po e kam bo fjallimin në gjuhën italiane, në krejt në fillimet e mija ku edhe nuk dojsha me mësu drejt me ju thonë se të isha komu këthy në Kosovë, nuk është që më vyr në ajsen. Nuk isha predispozita me punu në ambasada në ajsen. Edhe që ju ka qenë sfida nështë ta ma e madhe, po dhe këto e kom marë, edhe pse kom mujtë me zgjedh me bu në anglisht, e kom marë kështu si sfid, a munde me bu një gjatë e tila, a munde me i marë duar trokitjet edhe qatë vëmendje në njerëzve edhe me një gjuhë që nuk është që e zotnojsha, ta shujem pak ma mirë, që e zotnoj ka shmirë që është gjua italiane. Faleminderit shumë, Adelina.